Yes or no? What is your answer to each of these 10 questions? Get ready to write down your answers. You have 3 seconds to decide after each one. Po apo jo? Cila është përgjigjja juaj për secilin nga këto 10 pyetje? Bëhuni gati të shkruani përgjigjet tuaja. Keni 3 sekonda për të vendosur pas secilit. Po apo jo? A ju pëlqejnë karamelet gjelatinoze? Po apo jo? Ju pëlqejnë latte të akulta? Po apo jo? A ju pëlqejnë kikirikët e veshur me krisur? Po apo jo? A ju pëlqen një violinë e vjetër që kërcitet afër veshit tuaj? Po apo jo? A ju pëlqen një piano e rënuar? Po apo jo? A ju pëlqen një piano e akorduar mirë? Po apo jo? Preferoni qenë se sa macet? Po apo jo? A ju pëlqen ngasja? Po apo jo? A ju pëlqen të jeni në një makinë? Po apo jo? A ju pëlqen të hipni në tren? Now let me give you the vocabulary list and we'll see if it changes your answers. Tani më lejoni t'ju jap listën e fjalorit dhe do të shohim nëse ajo do të ndryshoj përgjigjet tuaja. Të pëlqesh. Më pëlqen. A të pëlqen. Aring. Karamelet gjelatinoze. Latte. Latte i ftohtë. Kikirikët. E veshur me krisur. Violina afër veshit tuaj. I vjetër. Duke kërcitur. Piano. I rënuar. I akorduar mirë. Preferoni. Macet për qen apo qen për macet. Ngarje. Të qenit në makinë pasagjer. Një tren. Hipur me një kran. Now you can return to the yes-no questions and try to answer again, as many times as you like. Enjoy your studies. Tani mund të ktheheni te pyetjet po jo dhe të përpiqeni të përgjigjeni përsëri sa herë të doni. Gëzohuni studimet tuaja.